Është zhvilluar edicioni 8 i traditës së muzikës klasike në Korçë. Ka qenë një mbrëmje veçantë artistike në teatrin Andonza Koçajupi, duke sjellë në vëmendje pasurinë dhe elegancën e muzikës klasike shqiptare, në nder të figurës së kompozitorit të shquar Kristo Kono. Interpretimi ka ardhur nga ansambli harqeve Harmonia Albanika, të cilët përcollën emocione për publikun përmes një programi të kuruar me kujdes, në drejtimin artistik të dirigjentit Eno Koço. Sjellim këtë ndjeshmëri kaq të bukur të këtij kompozitori që është i jashtëzakonshëm. Sigurisht alternuam edhe me pjesë të tjera, ishte edhe kompozitori Malazes që luante për që vinte për herë të parë në Korçë, që luajti Lorenci, ishte edhe Arjama Vrazi, edhe në një të huaj që kishim. Po Kristo Kono mbetet si thua ai idhulli jon për sa i përket muzikës. Unë personalisht po unë s'kam të drejtë të flas në emër të gjithë muzikantëve shqiptarë. Unë kam në emrin tim personal e them që është idhull. Në skenë janë gjitur sopranoja Zhulita Sheremeni dhe violinisti Lorenz Radovani. Kemi arritur në edicionin e 8, janë 8 vite në cilin kemi prodhuar një farë repertori, me thonë drejtën, edhe jemi të kënaqur edhe për mikpritjen e qytetit Korçës, edhe për performancën që kemi bërë ne, por këtë ndoshta do ta thoj më shumë publiku. Në këtë mbrëmje, publiku ardashës ka pasur mundësinë të shijojë një udhëtim të paharrueshëm në traditën muzikore të Korçës.